Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e mërkur 17 dhjetor 2025. Dashi. Ju nuk jeni në gjendje të shkëlqyeshme. Dukesh pavendosur ose më saktë kundër me partnerin. Demi. Në dashuri nuk shkojnë përleshje të vogla ose vështirësi për të kapërcyer. Kur të ktheheni në shtëpi, mendimet tuaja duhet t'i kushtohen familjes. E them këtë sepse ju keni menduar vetëm për punën për një kohë të gjatë. Binjakët. Një ditë që ju buzëqesh dhe humori juaj është i shkëlqyeshëm. Nevojat tuaja praktike dhe ekzistenciale mund të plotësohen. Gaforja. Gjithçka është në duart tuaja, përpiquni të mos tullni gjërat dhe të shtyni çdo diskutim. Ndoshta ishin mendimet e tepruara që krijuan probleme. Ka të ngjarë që në këtë periudhë puna të marrë përsipër në mënyrë të papritur. Luani. Ju keni qenë të shqetësuar për punën ose familjen tuaj dhe megjithatë fal këtyre përvojave do të keni mundësi të bëni shumë. Një ditë që ju buzëqesh dhe ju disponon me një shpirt të lumtur që do t'ju shoqërojë gjatë gjithë ditës. Virgjeresha. Një situatë e re që çon në zgjidhje ose në çdo rast lehtësime që janë të rëndësishme. Një ditë e vlefshme për të rizbuluar gëzimin e ndjenjave, për të planifikuar një lindje apo një bashkëjetesë. Peshorja. Ju dukeni pak të shkujdesur, mbase duhet të harroni një shgënjim. Kur nuk ndjeni të vlerësuar ose të qortuar, duket sikur bota po ju shembet, tani tregohuni më të fortë. Akrepi. Marrëdhënie të çuditshme që vazhdojnë prej vitesh, në punë nuk dukeni të lumtur, dikush e ka nënvlerësuar angazhimin tuaj, këto ditë më mirë të mos zemëroheni. Shigjetari. Një ditë më të mirë, shijoni këtë moment të rimëkëmbjes së shuar psikofizike. Vlerësoni mundësitë e reja, mund të vinë propozime për bashkëpunim, dëshira për të ndryshuar gjithçka. Britsjapi. Ka shumë për të bërë dhe ata që kanë biznesin e tyre mendojnë se gjërat po ndryshojnë për mirë. Takime shumë me fat. Ujori. Përsëri pak i lodhur, por duhet thënë se jeni shumë i qetë. Për ata që janë në çift, shpesh diskutohet për arsye parash ose për punën e njërit prej të dyve. Peshqit. Mundohuni të përfundoni gjërat që ju interesojnë deri sonte. Kujdes i dy fisht në punë. Konfuzioni dhe shpërqendrimi, shmangni polemikat, në fund ju fitoni gjithsesi. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.